Sot po ju sjell biskotat më të shijshme deri tani, biskota me limon të zbukuruara me çokoladë. Mund të shijoni me kafe apo me çaj në mbrëmje. Një recetë dhe një shije fantastike. Recetën dhe mënyrën e përgatitjes i gjeni në vazhdim. Për këtë recetë kam përdorur litër pjekje nga Fino Kosova, po ashtu produkte tjera nga Dr. Oetker. Fillimisht në një enë të thellë bashkojmë gjalpin në temperaturë ambienti, shtojmë sheqer pluhurin, lëkurën e grirë të limonit, shtojmë lëngun, të gjitha i bashkojmë në një enë, shtojmë vezën, vaniljen, kripën. Mielin e bashkojmë me pluhur pjekje, brumin e formuar e mbështjellim dhe e lëm të qëndrojë të paktën 30 minuta në frigorifer. Pastaj format i japim në këtë mënyrë. Biskotat i kalojmë në tepsi me letër pjekje. Për t'i zbukuruar mund të përdorni një mikser dore dhe t'i japni këtë formë. Pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 10 deri në 12 minuta, jo më shumë. Sipër mund të shtoni çokoladë të shkrirë dhe sheqer pluhur. Kjo ishte receta, nëse e provoni ju bëf të mirë.